Punimet për ndërtimin e kësaj rrugë kanë nisur që 3 javë. Banorët e rrugës Rustem Berisha në Gjakov shprehen të kënaqur me punët që është bërë këtu. Ata thanë se kjo rrugë do të ndikojë në përmirësimin e jetës së tyre. Kjo rrugë jona ka qenë shumë rrugë e vështirë. Ndër këtë Gjakovën ma e vështira. E me moza shoqër në bo krytar shtet e qytetit në pruni këtë gëzim. E falenderojmë krejt udhëtsinë Gjakovës edhe juve që keni ardhur deri këtu. Sa jeni të kënaqur me punimet që janë bërë deri tani? Shumë mirë, shumë mirë. Se vetë këtë punë e punojmë ne, po shumë bukur. Punimet për ndërtimin e kësaj rruge u kontraktuan nga Drejtoria për Shërbime Publike në Gjakov. Zyrtar të këtij dikasteri dhanë detaj rreth këtij projekti. Ne jemi para finalizimit të ndërtimit të rrugës Rustem Berisha. Për informimin e juj, me emnimin e vjetër është lot, apo është rrugë Gjergj Fishta, do thotë tash me emnimet e reja janë ndru, punimet janë para finalizimit dhe po shkojnë sipas planit dinamik. Pa kohë më parë kjo rrugë mbante emrin Gjergj Fishta. Banorët thanë se me realizimin e projektit për emërtim të rrugëve, ata propozuan që kjo rrugë të merrte emrin Rustem Berisha.